Toka e njërës prej komunave më në zhvillim, ajo e Fushë Kosovës, nuk është veç pronë e komunës. Ka raste kur prona publike në vlerë prej 81.000 eurove pa u bërë zhurmë kalon në pronësi private në Gjeoportal. Kjo tokë publike e komunës së Fushë Kosovës në Bresje ishte coptuar në disa parcela më 19 nëntor 2021. Me këtë rast, për 3 vjet e 3 muaj dhe 23 dit, nga prona komunale prej 27 ari e 22 metra katror, 2 ari e 32 metra katror, si pas Gjeoportalit, ishin kaluar nga pronësia publike e komunës së Fushë Kosovës në pronësi private. Për ndryshimin tani më të bërë, vetëm pas 3 vjetëve, Komuna e Fushë Kosovës ndjerë skicat nga zyra komunale e katastrës për t'ia paraqitur kuvendit komunal. Një parcele pronës publike, afër me këtë të faluren, po vendosej t'i jepej Bashkisë Islame për të ndërtuar një xhami. Definitivisht që është kuptu që ka ndërhyrje ose nuk ka përputhje në mes fletës poseduese ose tash thuhet certifikat pronësie. Më duket muajin tetor nëntor, kemi pas mbledhje të kuvendit dhe aty një prej pikave ka qenë një propozim i kryetarit komunës për më dhënë një pronë shfrytëzim Bashkisë Islame të Kosovës për ndërtimin e një objekti fetar që do të thotë xhami. Kjo pronë është fillu me u zbulu, me u identifiku si pronë e kesh përdorur nga zyrtarët të nivelit komunal në tetor të vitit 2024, kur është bërë një kërkesë në kuvendin komunal për dhurimin e kësaj parcele për Bashkinë Islame të Fushë Kosovës, dhe në ato dokumentacione nuk jam përputh me Gjeoportalin dhe më ortofotët e vitet kalune, edhe aty shihet qartë që kjo pronë është ndryshu pa vendim, pa akte juridike, është ndryshu jashtëligjshëm nga zyrtarët e katastrit, gjyrës katastrës Komunës së Kosovës në tetor të 2024. Asamblisti Ismaili rrëfen për debatin e krijuar brenda kuvendit, kur pase në skicat e paraqitura nga komuna, prona komunale kishte kaluar në pronë private. Me materialit që na vjen, unë e shoh që fleta poseduese, do të thotë certifikata e pronësisë dhe kopja e planit kanë ndryshime. Në fletë poseduese, si përfaqja u dikon 27.42 metra, apo 17 e 42 metra, ndërsa në grafik, apo në atë fletë, kopjën planit faktikisht nuk ta kanë pru. Po një dokument, një fletë, cila shife që është grafik, dhe e ndame 8 metari, ose 1800 metra, dhe e vizatu me projekti ku do mu vendos xhamia. Dhe kur e shef numrin e fletës poseduese, që mu më kujtojtë që është 1375 viz 0, dhe kjo në grafik me 8 metari është 1375 viz 1. Në mes kësaj pronet, kur hin grafik në Gjeoportal dhe e shef, në mes kësaj prone hupin 2 ari e 40 metra. Dhe të ne del prona tjetër, po flasë gjithë një për grafik, ajo që shifet sipas Gjeoportalit. Dhe e sheh atje që janë pronë komunale, po me tjetër numër, do thot 1375 viz 4, që janë 6 ari e diçka metra. Do thot nuk jam tash i sakt, me qenë se si kam dokumentat me vetë. Dhe unë, kur më ka ardhur radha, unë kam diskutu, që janë mundu më ma në vesh, që jam kundër fesë, kundër xhamis, që ka qenë e kundërt, sepse unë kam thonë, është edhe në ekstraktin që kam diskutu, edhe është dokument zyrtar, kam thonë si jam as kundër xhamis, as kundër fesë, absolutisht, sepse jam i takoj asoj feje, por këtu ligjërisht ka probleme prona, dhe e kom ngritë si çështje. Kur e kam marrë dokumentin dhe e kom shiku, dokumenti që na ka ardhur pa vull dhe pa nënshkrim të personit të autorizuar. Cili dokument? Edhe fleta poseduese dhe kjo dokumentin grafik. Nuk kanë qenë as dvullose nga drejtoria përkatëse, pasi nënshkruar nga personi përgjegjës që jep këto dokumente që ilshën, pas nga drejtori i drejtorisë përkatëse. Dhe unë nuk e kom bo lapsus, po kom thonë këta dokumenta për mu janë falsë. E që ka reagu nga mrapa drejtori i kadastrit dhe më ka thonë muj me të padit,
për këto që po e thu se këta nuk janë dokumenta fals, po janë dokumenta që kanë dalë mbi drejtorisë tonë. Dhe unë kam kërku që le të merret 5 minuta ose 10 pauzë, sepse salla e kuvendit dhe drejtoria urbanizmit janë krejt 20 metra larg njëna tjetrës. Dhe këtë pauzë shkurt, drejtori të na pajis me të njëjta dokumente për me vull dhe të nënshkruara. E kam dhënë edhe arsye, sepse nesër nëse ka dyshime, atëherë shifet edhe kush e ka lëshu këtë dokument, kush e ka nënshkruar dhe kush e ka vullos. Sipas qytetarëve të cilët janë edhe gjenerata më të vjetra, mona ajo dihet që ka qenë prunë komunale në vazhdimsi. Në teren shihet që ka një ndërhyrje aty prej dhe operatorëve privat, po edhe prej qytetarëve tjerë që e kanë në shfrytëzim. Dhe në bazë të kësaj, ne kemi bërë krahasimin me dokumentat që janë prezantuar që më dhonë kjo prunë në shfrytëzim të xhamisë dhe shohim që nga 27 ori mendohet jetë pruna komunale aty, shihet që në geoportal është e parcelizuar kjo pjesë dhe normal kemi ngritur dyshimet gjithmonë ne si opozitë që ta mbrojmë interesin publik këtë rast. Ndërsa kolegët e asamblezëve Ismaili dhe Hajra nga radhat e LDK-s nuk kishin diskutuar lidhur me këtë zhvillim. Cili ka qenë reagimi i asamblezëve të LDK-s në kuvend komunal në momentin që keni diskutuar për këtë çështje? Nuk kanë diskutuar për këtë temë. Absolutisht. Jo, veç kanë qenë pro me ju dhonë kjo prunë basisë islame. Por nuk kanë diskutuar. Po si çdo herë, asamblezët e pushtetit nuk është që reagojnë në këto raste, më shumë funksionojnë si një makineri e votës për ekzekutivin. Kështu që edhe për kolegëve të tjerë të opozitës ka pas reagime, mirë po në këtë rast feedback ose përgjigja e ekzekutivit lë shumë për të dëshiruar. Betimi për drejtësi ka kontaktuar laureat Gojnovcin, asamblezët i LDK-s në Fushë Kosovë, për të kuptuar se cili ishte qëndrimi i LDK-s lidhur me këtë çështje. Realisht qëndrim nuk na po se po them vend komunal ngrit çështje, janë domethënë shumica janë kundër politikës lokale, edhe domethënë akuza kundër akuza, edhe nuk e kena marrë si përbazë. Na kena vendosur si grup parlamentar me përkrahje atë parcel me avon domethënë shfrytëzim bashkisë islame për me ata me përdor për nevojat veta, për kacësh për me ndërtu xhamin që është shumë e nevojshme për komunën e Fushë Kosovës. Për më shumë nuk kam asnjë informacion se përndryshe do të kishte përgjigj se cilës pyetje.